Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Kemi filluar emisionin e Kape Renën ditën e sotme. Kape Renën. Jemi me drita të kuqe të ndezura, jo me red light. Po them drita të kuqe këtu sa për të kuptuar që jemi live, jemi direkt, jemi transmetuar në ditë feste, por ne nuk do të ndalojmë. Kam vetëm një pyetje që në fillim të programit dhe normalisht pyetjen e kam për ty. Ju lutem. Po. Kë do bëj kurban rilindja sot për Kurban Bayram? Dhe a do ja japi hisen e kurbanit të opozitës që është në hall? Kam përshtypjen se ai tha, se dëgjova. Sa më shumë kam bashkëpunim atë, aq më e largët bëhet distanca. Aq më e largët. Duhet 4 ditë ta kuptosh. Se kështu edhe e patë se intervistën e kryeministrit në atje. Sa shpresë Shqipërisë mesme. Në Ipoç. Ke parasysh? Po. Asa shu. Ashtu më Ipoç. Gaz. Kam një pyetje për ty. Si organizohet ky emision? Kush e bën? Nga vjen? Kush e sponsorizon? Atëherë ky është një prodhim origjinal i radios kombëtare Club FM. Por në fakt vjen nga reptilianët. Nga reptilianët. Dhe post kësaj, përveç reptilianëve, ne bashkojmë edhe këta të faktojës, të cilët vinë tek ne nëpërmjet atyre trenave nën-toksor. Besoj që na ka nevojë apo duan të na promovojnë si talentet të reja që jemi. Madje ky program mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, që ka një nam të paparë. Është hapur muzik. Është i hapur muzik vllau, hap. Të gjitha telenovelat turke i ka mundsuar Open Society Foundation. Akşamlarım yaşkam Bile ka fatu yara shka, guzukara. Por në këtë moment, pa shumë mirë. Nuk mbar vlla. Rëndësi ka që mos bëhet me detyrim gjuhë e huaj turqisht. A vajti qeveria dhe bëri atë takimin atje? Vajt. Ja, pra domethënë nga sot fillon një etapë e re. Unë kam një pyetje që në fillim programit, domethënë sepse ju merrni me qeverinë, por unë jam tip presidencial. Besoj se kryeministri çfarë thoshte shishja, etiketa, ai që është brenda shishës. Këtë s'kuptova. Janë gjëra. Jo, këto janë disa mesazhe të koduara që vijnë për agronshenj. Google është për fillestar, thot i madhi. I madhi, si e ka emrin? E harruat. I madhi. Make Kaco. Zoti Kaco. Tani ajo që doja unë të pyesja, të ndash me ne, po. Sepse unë jam tip presidencial, besoj se jam dalluar apo që ditën e parë. Çka pantallona? Që kur hapa bed and breakfastin e parë. Po, edhe Airbnb po, patjetër. Tani pyetja koleg se ti merr vesh nga këto domethënë. Ai takoi përpara papën dhe pastaj shkoi për Axhillik apo shkoi për Axhillik dhe pastaj takoi papën? Shiko, si rregull, po të shohësh edhe dinamikën e asaj që ka ndodhur, po. Kur vesh njeriu atë Xhixhellikun? Po, kur rreth prerja është njeriu që duhet ndodh. Ka sipas ligjit Mojsiut. Ka shkuar në të 8 ditë. Aja ka bër papa. Ka marr masat. E kuptova. Paf e ka bër papa. Dhe ka shkuar se me. Papa pret kështu. O çfarë? Po si quhet në këtë rast? Bisturi kemi tër. Papa prerjet. Papa prerjet e bukur. Kjo mund të jetë maksimumi papa don't preach. Me që jemi në një nivel shumë të lartë intelektual dhe domethënë bisedë elite. Sa të zgënjur ishit me këtë Ferrari në që doli. Shumë i keq. Se doli papa për diska i vjetri, hyri. Po çat merri. E di ç'a ishte ai? Celular me rrota. Ore mouse, domethënë. Doli ai ishi, që tha, ishin i kalin. $700,000 ajo gjëja. Fillon me 125 me një Tesla, si ajo çik më të mirë. Pra, po na shesin sistemën e Ferrarit për $550,000. Le të themi jo një Ferrari elektrik. Jo, më të themi po. Unë do të dal sot mbasdite aty te bloku ku bëhet ajo unaza e vogël aty te whisky. Edhe do ta shoh me siguri do ta nxjerrim për xhiro. Shef, kam të më dëgjosh deri në fund se jam nana juaj. Patjetër, kemi si. Po që ja vlete si Ferrari. Po ç'a vlete? Noizi ama do ta ishte bler, se kam dëgjuar që është i vetmi në Shqipëri që ka një Ferrari dhe ka ngjyrë blu. E kam parë. E di si më duk ky Ferrari. E ka kështu me kamë manuale, më duket. Me benzinë. Ky Ferrari më duk pak a shumë si më bë tekst me planifikim familjar. Po e vërtetë, është ndodhe kjo se apo do duksh sa pun duar, edhe që e vë këtu. Lan bën më shkoj dhe e vë këtu ka një mbajca ato. Unë nuk flas me gjeneratën tënde Greta sepse ju jeni me të vërtet provokator.
Absolutisht. Ja, shive, ope oqi mantelin. Ja urdhro. Me fakte. Me fakte nga faktoje. Gjenerata ime është ajo e Egit. Ne kur ishim të vegjël na thonishin ato tetat. Ju bëfsha, ndërsa ju gjeneratën. Bëfsha gjeneratën. Ne jemi ko gjeneratori. Vlonte Tirana nga karburanti. Çfarë do gjenerate, feje, krahinë ideje ti përkisni, nuk mund ta mohojmë faktin që ne jemi në punë sot dhe të tjerët janë pushim. S'kemi çfarë të bëjmë. I po e majmë vetëm me gajret. Se s'plasin dot gajnati, kështu na duhet ta. U mblodhën ata të shpisën për sollën. Edhe të thanë, ikja diet, ardhja nuk diet. Pa çekallate. Ça per, do kënaqemi sot. Ndjej. Dhe po mendoja se pse të mos e konsideroj si temë të ditës së sotme këtë. Meqë sot është fest, çfarë urimi keni për ne që nuk festojmë por punojmë? 069 20 70 222 plus 33 49 55 1144. Le të plasin nga inati kush e ka pushim sot. Sot është privilegj për ne që punojmë. Më fal. Ata që ka pushim plasni nga inati. Unë shoh veten i urova vetes këtë ditë pune sa më të mbar. Le t'ju rritet kolesteroli sot. Po pra fut fare kushëri me gratë, por më mirë me gratë. A do të certo punto. Ua, se gratë Greta aty. Tierra. Koleg, na bëj një urim për këtë ditë në festës. Hajde shnet e pare pra. Tani presim mendimin e syuzuar dhe të lartë të syut. Jepi. Ja, si ç'a folën sot mëngjes ju? Ç'a thatë për këtë temë? Ç'a thatë në gjë domun? Ne tham gëzuar Beramin, po shoferi harroi të më çonte në punë se ishte shumë i zënë. Shnet e pare kisha dhe unë si kolegu sepse janë më të rëndësishme, por gëzuar Beramin me mbiemër apo pa mbiemër? Më duket kur gëzuar Baram Begajn. Bedrem Bedjaj. Bedrem Bedjaj. Jo, për mua është shumë kënaqësi që të paguaj taksat e atyre që nuk punojnë, por na ka shkruar Fazani Fier. Fazani Fier. Po. La Fazani? Shpresova, por jo, ai është në Mitrovic diçka. Përshëndetje, thotë jeni më të mirët, po nuk jeni të vetmi të punë sot. Atëherë bashkohu. Po pse më La Fazani dhe ti ke dalë në punë? Fakti që ai po na dëgjon ose po na shef, le të themi. Tregon që nuk po rri pa punë. Jo. Nuk po pushon. Po merret me diçka dhe punës merret me diçka. Është qartë. Mos është shofer të deka. Jo. Ja deri. Dikur po. Ose senatorium. Me që është Kurban Bayrami dhe kishte filluar edhe kjo pelegrinazhi i famshëm e tjera. Trumpi çfarë mendimi ka koleg? Trumpi çka kanë thënë akoma? Jo. Trumpi e di duçet durrës. Ore si nuk shkoi me gjithmonë te das me çunit vet. Trumpi. E bëri? Me bëri? Po e ka bërë mçeft. Bëri, po nuk shkoi Iati nuk shkoi. Po mirë është i zënë valla, ka gjithë ato punë tjera tash. Dhe i tha mos u marto tash dha se martohu në korrik. Jo, më duk njësoj si sjellja që ke ti me djalin tënd prandaj. Që ai është futbollist i shkëlqyer, bën nga 4-5 gola, prandaj që nuk xhiron asnjë. Që ka martuar mçeftas. Nuk i shkon asnjë gol nuk i ka xhiruar. Nuk xhiroi dot, janë 2 dopi rrjet atje, kanë provuar domun. Po. Po bëjmë kështu me replay, ç'është? Domethënë ti je një baba kaq shembullor saç është Trumpi për të birin. Me këtë që the, këtu përfundon lidhja jon 23 vjeçare. Okej. Ka dhe i puntat, ndroni edhe pak. Edhe pak. Hipomoni. Faleminderit. Ata janë baballar të kombeve të Bashkuarat Amerikës. Patjetër. Kishte marrë ata e këngëtar Starback. Ylli Bak. Ai zgjodhi shtetin përpara familjes, edhe ky është model shumë i mirë që ne duhet ta kemi si pikë referimi. Ne komunistë. Megjithatë unë jam komunist. Gjithë të javë që mundohem ta kuptoj zotin Trump. Për shembull, tha jemi shumë afër një marrëveshje, mos u çuditni, mund ta firmos dhe sot, nesër pas nesër. Është kilometri fundit ta. Pastaj 2-3 bomba tha, unë ja holla bomba për vëmbrojtje. Janë skaduar, domethënë që mos t'i kthejnë me vete atje, e të hajtë hedhin këtu. Po. E kemi që hedhin anijen e këto që hedhin, hajtë. Se di golek, po më duket vetë janë në kafet Milotit. E qartë. Nuk të duket si kafe e Remës, Kafe Rem me ka gjithani. Po me këtë Greenland ose Groenlandën, do ta marrim. Me radhë çdo gjë. Ju përshëndes nga zyra ime, nga zyra e kryeministrit të komanduar të qeverisë teknike. Qeverisë. Unë po flas sot si kryeministri i qeverisë teknike. Ka një artikulim të shkëlqyer. Ju për shembull si shkrimtar që jeni, si do ta vlerësonit? Artistikisht. Qeverinë teknike. Jo këtë që flet për qeverinë teknike. Ky është një personazh i jashtëzakonshëm, domethënë duhet ta pranojmë, domethënë është nganjëherë kjo tok nuk e di ç'an ban. E kuptova. A mund të ishte ky më fal? Për shembull, ambasador fuqiplot diku? Që ky është më lart. Është kryeminist. Ky është kryeminist, madje mua unë mendoj që kryeministri i ri pak.
Ngusht. E kuptoj po. E gjem po mgel hatre mu. Te pyete si shkrimtar, mu si psikiatër nuk më pyete. Jo thash po e leke doktori. Kur na vi doktori të flasim me çfarë gjëra ndryshe. Me që vetë pyet e fal. Merr kontë. Kam përshtypjen që disa përgjigje që ndrojnë tek pyetja. Sa e thellë ishte kjo. Mirë, e gjem fal se më pyet edhe mua hatri, se shkrimtar, psikiatër, mua si animaliste nuk më pyet. Atë komentin tim. Atëherë ju si animaliste, si e vlerësoni parafolsin? Po. Që ishte në lidhje direkte. Vetëm 3 fjalë kam. Vid. Wow. Ka lezet pëlqen. A pse nuk qesh? Nuk qesha e fshova. Edhe u thjeshtita. Sa kohë që ti nuk do ta sqarosh ndarjen thelbësore me zanores e dhe zanores i, ne nuk kemi si qesh. Ty vajzë bashkë me Diramën do të fuzim aty brenda. Si kanë qenë zhvillimet e kësaj javë? Një lloj të ashtu, mos na them parashim. Se gallate, postolenes të Albanika. Kanë qenë shumë interesante sepse inteligjenca artificiale është duke ndikuar seriozisht në të ardhmen e botës. E fundit ishte një foto e presidentit Trump që kapte me dorë Greenlandën. Dhe i gjithë problemi i cili është, do thuash ti. Fotomontazhe. Problemi është se ky thotë Grenlanda tashmë do bëhet shteti 51. Po ishte Kanada e rrë. Po mirë, s'ka problem. Kanadan futi Venezuela. Po pastaj është me radhë. Ka dalë Grenlanda. Futi edhe Kubën. Nuk na bi radha nemër, bëhemi 51 nemër. Është me kështu me radhë alfabetike. Ai e di që ne këtu e presim krah hapur, domethënë mund ta presim vetë taulat balla po do. Si Shqiponia pra. E rëndësishme është që ne e dimë që ne kemi një yll atje, ke flamuri. E kemi një vend. E kemi. Kështu që mund të futemi edhe kur të duam ne. Ne kemi hequr yllin nga flamuri, çfarë? E kemi hequr, por ne kemi tek flamuri atyre. Për shembull, ju bëri përshtypje që në Kore kryeministrit të Shqipërisë domethënë ja vlerësuan shumë diellën. Ashtu shumë në mënyrë. Korea e Jugut domethënë. Po e vlerësuan të vërtetë shumë. Ashtu Po diella më duket kishte probleme. S'kishte tru. Konta futi. Jo, domethënë është në akuzë, kuptimi. Do të heqin karikimin. Mirë, kjo është tjetër gjë. Jo, më kanë fakte po. Fakte se e pash televizorin. Fakti ishte po ishte. Si ka qenë emisioni dikur shumë i Chimpekës? FAKT. Fak nga Chimpeka. Dhe kjo gjë ka filluar të bëhet një kështu problem në jetën e tyre, te kjo gjë për arsye sepse të dy nxefen edhe bëhen kështu të frustruar. Po se dy trupa kur fërkohen gjithmonë nxefen. Normalisht, po nuk e lubrifikove ose po se edhe pudër kobrëshve. Aty them një batutë që shpika para pak, më shën se po largohemi. Jepe. Shpresoj shumë që të qeshim. Kur hypën në autobus. Jo që tani koleg. Kur hypën në autobus, e di kush thot shëndet? Jo. Vetëm Fatorino laringologu. Bukur, më pëlqeu, bravo. Ku jemi këtu? Këtu jemi. Këtu është deri Don Makashi, po jemi pas pas. U çuan për herë. Alo. Ju kam. Ku jeni? Sa të vit që jeni? Goshi. Goshi jam. Sa ka pa ju var? Ke pak. U bëj çik më thon drejtë. Kam pas pun, se jo këto, jo Forex, Nasdaq, nga këto gjëra kështu. O, sa mirë, po sot je pushim që është festa, po në punë edhe sot? Po sot tash me vete këto janë punë, se këta janë punëtor, nuk janë si puna ime, dembel. Kam zërat sepse jam bërë këshilltari këtyre, janë këta që bëjnë lek, faleminderit shumë. Urime. Patjetër. Merdi Bill Gatesi, ishte shumë i shqetësuar. O goshi, kemi problem ta, Windows 11 ata nuk shitet si duhet, s'ma blen, ma piratojnë. Thash, hajde te goshi që të këshilloj goshi. Po si ja dhe zgjidhje, na futi çik në këtë gjendjen e Windows 11-s. Billi ta gjok këtu. U kam shitur çdo gjë në jetë. Hajde, bakër la marin, telefona pa kuti, për shumë. Ke parasysh? Po. E ti qa është problemi ju të goshi? Qmimi ti shetë shumë lirë goshi. Njeriu se vlerëson tire, bëhet shtret, bëhet 3 më shtret, do ta shikosh, thuaj se ka qmimi 50%, oj blen çdo njeri. E qa bëri ai? E bëri $1,000. Kishte 300 e bëri $1,000, pastaj me gjysmë çmimi me 500. Po si ka përdorur kjo? Me siguri. 4% ngritën aksionet. Wow. Ja thot goshi. Goshi je genial. E di, fatura është 20.000 euro, thash, paguaj kesh. Ta paguaj me dollarë si dush, si ti kesh, thash. Po i pagoj. I pagoj kesh, ja ka marrë këtu ke kjo, doni na i lek. Duam, të lutem, $7,000 Leon. 8. A je lumtur ti për shembull që do na bëhen autobusët me pagesë me pos? O, jam shumë i lumtur me këtë posin.
me këtë pushën se ishte 400? Do bëhet 700. Perfekt, më. Si ka mundsi? Edhe e bën nga telefoni, si gjithë planeti. Patjetër. Më fal tash, po ai duhet të xhepave, çfarë do bëhet telefonat? Fatorinolaringologun. Fatorinolaringologun. Më pëlqevi shumë ajo batuta jote. Faleminderit shumë. Vetëm ti je në rregull thon. Elon Musk merr një ditë. Me leje Goshi. Unë se kam kuptuar akoma batutën. Cilën batut? Kur të fejohesh Keli? Fatorinolaringologu. Ate ta sqaron Greta. Okej. Po ta sqaroj Greta, ta sqaroj unë. Si quhet ai që merret me çiçin e burrave? Urologu. Urologu, po. Këtë e bëra për nxemje. Se nuk ka lidhje me urologu, laringologu. Është një super konsulent Goshi. Nuk ka lidhje. Na tha që takoj Elon Muskun. E takova Elon Muskun edhe më tha. Ore tha, se kam dashur që të dua të çoj njerëzit në Mars. Si e sheti këtë punë? Tash, unë kam lëvizur familje tëra me i vekoj mje në 94, se pa GPS, pa ngroje, me 2 goma rezerv. Mars, pa që e vtasim, e thash. Si ta bëjmë të gjovash? Se pari, mos tuaj Mars, tuaj vil me pamje nga toka. Vil me pamje nga toka, me njerë ndryshon publiku. Ndryshon percepje, ke shumë drejt. Pastaj bëje me listë pritje. Pritse, po, 6 muaj që të marrë shpinë Mars. Njeriu dëshiron atë që se merr dot sot. Që e merr bëhe me 4 vite pritje, thash ngrihet çmimi 6 muaj. U mendua Eloni, po mendoj. Po infrastruktura, oksigjeni, gravitacion, Elon janë detaje ato e thash. Shite radhën, shite. Infrastruktura e shohim pastaj. SpaceX-i hapi rezervime që atë javë $2 miliard për 48 orë, disa më dha. Vetëm 1%. Po 1%. Si bie keq. I bie goxha mirë. Sa është 1% e $2 miliard? 200 $100 milion. Jo. A ju prandaj s'bëni ajë se e keni matematikën cop. Jo ka dhënë mësues e fizikulturës matematikë. Kemi shkollën e Lulit. Pra 20 milion, po. $20 milion mi dha kesh. Kesh, po ku i fut? Po, aty ku kisha dollaret e atij Bill Gatesit, hoq ato hodhan tok, se ishin pak. Po, $20 milion. Sa të majti taksa shtetin. Ha më bëj çu muhabet për çef. Shiko, kjo që më pyete, kjo është i çik me të futme. Se shteti e ke parasysh. Jo, s'pa ne të pys. Çu i ka pyetit ky? Kur hyn te zyra shtetit e ke 200 lekë, kur del e ke 1000 lekë. E kuptoj. Me qira fjala, Goshi, a shet mo syze dielli nga ato 5000 lekë? Syze dielli 5000 lekë, sa dush vlla vetëm se o rrit çmimi. Un kam vështirë se ky shet ato meta që përdor Fevzo. Ja. Po. Po si blekam dot, nuk i kap dot. Rast tjetër unë ç'ke. Erdhi ky Zuckerbergu i Facebookut. Zuckerberg po. Ue tha se ka dal nami ty tha je shumë ashtu, je shumë i këshilltar i mirë. E pashë, ç'a problemi ke? Shikova se un kam një problem tha. Po më largohen njerëzit nga Facebooku. Po si ti mbajmë? Po njeriu nga dy gjëra rri, nga Afrika dhe nga mërzia. Mbaj ose të friksuar ose bëhe nostalgjik. Thash ku ishe ti në 2008? Hop, dali fotot e pastaj thash shantazhohen gjithë bisedat me dashnore, thash ku do ikin aty? Ku do ikin aty? Po ti je kështu je a do vish me mua apo jo, thash se punoj për mira Muratin, thash se kam shqiptar. Po e kemi. Besoj që këto komunikime i bënin në anglisht apo në gjuhë tjetër? Shiko, unë i bëj vetëm në anglisht, po duash flasim edhe anglisht bashkë. Okej, në rregull. Jo thjesht për kuriozitet, se do të flasësh me Elon Muskun, me Jeff Bezos, me këto, me Hello my friend. How are you today? E flasë çik si nga India, kështu se ne andejemi si familje. Fiske rria. Kjo është gjë shumë, bravo. Congratulations. Policaj Donald Trumpi. O Goshi tha, kam dëgjuar për ty. Çfarë thua, mori dhe? Po. Thonë se je më i miri, u punoj vetëm me më të mirë tha. Ulu tha, se ngritam. Ulu janë. Donald tha si ke problem serioz dhe ti flet shumë lale. Po njerëzit tha duhet të dëgjojnë. Njerëzit duhet më të dëgjojnë. Se kështu flet, pse flet sikur ka ngërë kështu, ka ngërë rend. Jo, ndoshta ka probleme me shitjen. I pëlqen dhe junk food ti sa do ja them se çfarë tha Keli. Jo, mos e tregon. Trumpi më pagoi me drone. Me drone? Sa? Merë këto tha dhe do t'i edhe shku të them unë. Wow. E ma ka me të futur me duket. Jo, do t'i edhe shku të them unë. Po. Po ti shiti ato mos i. Do i bleshti goce? Hajde se ti shes gjithë. Unë doja të 8.000 që më thej që do me jepje. Po vetëm lek do një goca, vetëm pare do një. Që kam qenë i ri student, doja të shkoja me njerëm kërkoj lek. Që atere? Vetëm lek.
Eret para të gocën, tash I tha të gjitha kanë përshtypjen. Blej mekra, stufa, lavatrice, frigorifera. Ja, bateri makine ku shka për dhe shqipër. Biznesin ti o laparak. Pas është niveli jot. Ja. Është niveli lart. Mira Murati. Edhe e fundit ajo kështu e qete matur me inteligjencë. Ai ishte alamet goce. Labe? Po mos kisha Nurien dhe Zambaken gra. S'më lënë të tjetë, thash ta marrim dhe mirën të bëjmë 3, se ju mbaj, jo tha 2 na mjaftojnë. Po, e di qa më tha? Po. Më tha, o Goshi, 2 herë o Goshi, po të gjoj edhe zë unë jam Goshi. Me ty dha nuk bëj shaka. Po? Ti e vetëmja nga 6 që më erdhe pa helikopter, pa jatë, pa trupro, erdhe vetëm të Goshi jotë. Po tha jam e thjeshta, jam shqiptare. Ta që o je shumë e zgjuar i thash ose je shumë e sigurt. Me ty motra, as nostalgjia, as frika nuk funksionon, thot as çmimet. Po ç'a të bëj? Po këshilla ime vetëm është mos dëgjoj këshilltar si unë se ja fusim kot. Se shqiptar. Sa më pëlqeve këtu Goshi. Ishte një iluminim jashtëzakonshëm. Ishte fantastike. Si do jetë dita për ty sot? Dita ime ka nisur si nis çdo ditë vlla. Si? Më këshi pyet dje si nisi sot, po s'më pyete. Me një kafe, me callafe, hap ato, shofi që këto indikatorët jo Forex, jo Nasdaq, jo këto. Flas me ata të Koreas që të ma ngreni çik atë të ultën se më ulet shumë. Me që je njësh dhe ekspert teknologjie, sa po e the. Ç'a mendimi ke për të Ferrarin e ri? Sa do ta pyesë? Ma ke bër pyetjen e jetës, pyetje $1 milion. Okej, nuk dua lek. Më jep $1 milion të përgjigjet Goshi. Okej, drejt. Nuk i kam. Po ti ke 20 milion. E kam bërë si mouse o vlla, ç'është ajo ashtu? Do ishte më mirë, u kam unë Golfin 2 që kam të vjetër që e kam aty se ruse me atë i kam nis trafiqet, me çaj nis. Ka identitet Golfin 2. Goshi mund të të bëj një pyetje ndoshta edhe ç'a të dush o vlla? Personale, intime. Këtë çarçafin e presidentit Haxhi. Kush ku e ka ble? Ku e ka ble? E ka ble aty, është njeri që ke parasysh ai spitali pediatris përballë? Po, po. Se ç'a ndodh, vi fëmijët e vegjël bëj rreth prerjen, dhe duhet që të jenë kështu të lara me 9 gradë që mos ketë infeksion. E qartë. Po. Po është presidenciale ajo? Po pse? E ka shkurtuar. Edhe i pyetje, domethënë. Ç'a është kjo rreth prerja se nuk e kuptova. Atëre rreth prerja është kështu. Je fëmivo, je çunti? Po. Fillimisht është xhaketa më e madhe se sa trupi. Xhaketa. Po, marteli pa. Kuptova. Pastaj kur rritesh ti xhaketa rri mbrapa. Edhe kur ndodh kështu ti nuk ke nevojë për sprejë. Kuptoj, qartë. Si sonetet e Shakespeare-it. Patjetër. Po për gocat ka kështu? Ka. Për gocat Jo, nuk ka. Në Filipinë, në Tajland, në Brazil. Ja ta raste kështu. Jakarta kishte? Nëse mund ta bëhet edhe Vjosa pastaj presidenti. Për Vjosa nuk ka, për Albinin ka po desh. Jo. Faleminderit shumë për kohën tënde. Faleminderit për Albinin të nderuar. Ku ta fillojmë? Ku ç'a do fillosh? Apo flisim për Albinin? Kur do ta presim Albinit? Jo, ku ta fillojmë? Shikoj se kjo jotja është po zakonisht nga lart poshtë fillohet, po thua. Kuptoj, qartë. Gëzuar kalov shmir. Gëzuar dhe juve. Gëzuar ça? U kënaqa që ju pash. Atë që feston. Gëzuar festën e Flamurit. Shiko. Flamurit kujtë? Po të pavarësisë pra. Të Bajramit pra. Të Bajramit. Në rast se unë ndaloj dhe jam gati për të fjetur, ai fillon të nxehet. Dhe s'ka fajs. Na flisni ekspertët. Qa është kjo? Qa fenomeni? Si quhet kjo? Quhet Kaperenën. Një program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dhe në këto momente po na dëgjoni jo vetëm nga Club FM Shqipëri, por edhe nga Club FM Kosovë. Faleminderit edhe për mesazhet dhe mund të na vazhdoni të na shkruani lidhje me temën. Jo ka 3. Ardhur 2 mesazhe. Po pse? 2 ishin çfarë që tashun do të klasë pjesën 2. Pse kanë ardhur? Sepse për shembull na imi nga Rogozhina dëshiron të na uroj gëzuar Kurban Bajramin. Në këtë ditë të shenjtë do të letë mbizetroj paqja zemrat tona, mëshira ndaj njerëzve. Begatia në çdo shtëpi. Le të na bashkojë dashuria për Zotin e për njëri tjetrin. Bajrami juaj qoftë i mbar. Ke ngatruar, ke çu mesazh gabim.
Nëse është mesazh grup ky. Dakor. Ne kemi hedh numrat e ton telefonit që njerëzit kanë të drejtën e vet morale dhe ligjore. Ide sërish koleg. 069207022 dhe plus 383455144 nëse na shkruani nga Kosova. Një tjetër mesazh që na ka ardhur është nga Nada, e cila thot: "Mendimi im për ju që jeni sot në punë, ju bëv dita një mik kush ju ka lënë juve në punë, thot. Se kur jam vetëm pushime kaloj të mërkurën shkëlqyer duke ju dëgjuar juve, thot, gëzuar kur bën Bajrami." Në rregull. Këta njerëz i futen të tortura, domethënë ju bëv dita 1000 pjesëtim për 365 është 2.7, domethënë edhe gati 3 vjet edhe ai që na ka futur punë. 1000, domethënë 1000 ditë apo? Jo, një ditë sa 1000. Dash kemi kalon pa gjumë gjithmonë. Flasim me koncept të policie. Maksimum. Shikoj, unë mamin e kam pasur gjithmonë nga mbrapa. E vërtet është. E vërtet. Është shumë e mirë. Edhe Greta. Më mbeti merak ajo e para që tha, sepse e gjeta përgjigjen. Na e propozoi në herë Brian atë të parën, hallin asaj të parës. Ja sa ta gjej. Nëse është kërkimi gjatë, le për mërkurën tjetër. Prandaj është i bukur live-i. Patjetër. Tek e ty është kjo. Ju lutem e dashur Gret, na thoni gjë të bukur lidhje me aktualitet. Po patjetër, diçka që na prek të gjithëve. Ju lutem. Merrni kohën tuaj. Çmimi naftës. Prap, e ulën. Prap. 190. Po sa mirë. Po s'është interesant. Tani në orën 13 futet po. Famil piano. Miq. Është bordi i transparencës. Miq. Ju lutem. Okej. Çdo mëngjes Tirana zgjohet mes zhurmës. Më jep sa zhurma koleg. Zhurmë t'jam vetëm. Para se të hapen dyqanet dhe kafenet, dëgjohet trapano. Këtu në Sup Greta ka qime apo është nishan? I pallatit qime pa qime, prapë zemra ime. Faleminderit Brian. Dëgjohet çekiçi mbi beton. Po jo çekiç. Motorët që kalojnë me shpejtësi. Borit e makinave të bllukut. Lali, nuk kemi këngë deri doni tu që bëjnë wow. Në kryeqytet. Zhurma të ndjek nga mëngjesi deri natën vonë, në rrugë, në zyra, pranë shkollave. Është metropol, në lagjet kundërtohen pallatet e reja. Po, për shumë banor, kjo është bërë normale. Miku im i shtrenjtë. Por ekspertët paralajmërojnë se organizimi nuk mësohet kur. Organizmi plus minus. Nuk mësohet kur realisht me ndotjen akustike. Ekspozimi kronik ndaj ndotjes akustike konsiderohet sot një faktor i rëndësishëm risku për shëndetin mendor. Okej, kur vjen te shëndeti mendor, nuk e di pse më shem mua drejt në sy domun. Do që ti jesh i ndjeshëm, se mbase e ngacmonti. E shkel në ras kalbët. Nuk e kam thënë këtë, e ka thënë psikiatria shumë e njohur Ariana Reli. Okej. Kush e ka thënë Ariana Reli? Ariana Reli. E përshëndesim, ne kemi shumë xham. Respekt. Sipas saj, zhurma urbane aktivizon vazhdimisht sistemin e stresit në organizëm, duke rritur Kuka si Tirana. Lale. Mjafton. Dhe tani un kam pyetje për ju, cili është qyteti numër 1 në gjithë Shqipërinë? Tirana, më kryeqyteti. Fieri jote. Ja, ka qenë dikur, qyteti që të bëhesh në realitet, po kanë ndryshuar. Seriozisht pra, sipas zonjës Reli, zhurma urbane aktivizon sistemin e stresit në organizëm duke rritur sekretimin e hormoneve si kortizoli dhe adrenalina, gjë që çon në rritje të nivelit të ankthit, të mërisë, të lodhjes mendore. Raporti Environmental Noise in Europe 2025 e konsideron ndotjen akustike një nga rreziqet kryesore mjedisore për shëndetin publik në Europë. Nuk kemi mirë, Në fillim ai. Jo, më na rikonfirmoni, jemi ne. Nuk kemi, po të lutem doktor na thuaj. 100% e vërtet. Okej, kaq mbaron. Ma për rrugën tani më saktë. Çka ke shefët? Ju lutem. Mos e zgjidhoni foljet. E kuptoj. Pra, në mënyrë atëherë unë në fakt pikërisht nisur për këtë lajm i doja që të ftoja doktoresha Redin ta kishim në mes neshta, apo unë jam Tiranë se tha nuk dal ditë mërkure për kur bën Bajram. Po në rregull, 4 ditë të vendosa që mbas takimit me papën dhe vajtjes tij në Mekë, mendova që presidenti Bajram Haxhi Begaj mund të ishte shumë i përshtatshëm për këtë program, por ai tha ju hani bukën e kaurit. Po, dhe na bëri dalje. Një variant tjetër që po thuaj ishte gati, ishte zonja Kos.
Po, ishte shumë e zënë duke përqafimit e zgjerimit, por nuk e zuri dot Nana Kosin tamam sot në vërtetë. Duhet ta kishte mbuluar me batanie. Jo, kishte mbuluar, e zbulova unë përpara. Po pse më geli? U bë kurioz se do të fusi çigishtin. Sa ashtu dallohet. Po sa ashtu dallohet. Një tjetër i ftuar që doja të ishte patjetër, domethënë Neli Demin, lutem. Jo, Bardhyla Gasi. Po pse? Pas dekorimit. Po. Për kontributen në por më mori shoku im i ngushtë Erion Braçe dhe më tha guxo dhe ftohet. Po mirë, sepse duhet ftosh ta në radh partha gjithë themelusit. Të drejtë ka. Po. Bojo Kushi, Naku Spiro nga këto apo jo? Po, normale. Isha fjalë të zotit Vujadin Popović si e ka pas. Po. Se ti mendon Kjo Tiranci, për ne duhesh ti kryetar bashkie. Për Florian Binaj në ka. Po, pra. Se mendon ndonjëherë që bëj shakaun për zotin Braçe, po që kur mësova pri gojës së tij, që tha se kryeministri ka qenë me Inter para se të bëj me Juven. Kjo është vërtet. Po si s'doli një kryeminist me Milanin më dha. Ka qenë njëri. Se doktori ishte me ata që fiton. Ma Keli. Dhe çfarë po thoje vëlla? Jo, po bëja listën e të ftuarve. Domethënë doja patjetër zotin Abdigjiku. Por nuk di frëngjisht dhe serdi. Nuk erdhi. Pastaj vendosa të ftoj Vjosën. Njëra bëra. Na duaj. Jo, gjithë lumi Vjosa. S'kemi ku e marrim. Nuk kam kohë se e keni zënë vendin me Lanën. Nuk Lana Del Rey. Por e mund të rrelin kamerago, jo ty. Leo DiCaprio pranoi të vinte. Por kur mori vesh moshën e Gretës ta jot. Nuk ja vlen para qera. Si sa theti moshën? 27 vjeç. Po jo, tha qor për qor kom në bordh. Janë të vjetra etj. Dova trajnerin e Kombëtares. Landi. Por tha po mësoj një këngë tha me që ai ishte Roland Maran. Kënga ishte o ta marmoj nëne, ta marmose. Prandaj kështu që vendosa me që është dhe Kurban Bajrami, i bëra një ftesë me dorë në zemër kësaj radhe dhe thash mos dit pa thënë amin. Ahmet Kalas. Ta pranoft. Ai tha vetëm amin. Edhe doli. Si doli i jipi Ferrari bloka i edhe nuk do dilja unë. Prandaj është momenti që ky program duhet marrë një zgjidhje. Këta që merren me gjeopolitikën i ka ftuar gjithë APC. Ska lënë. Jo, se dhe syri ka ftuar ca. Rrokun e ftove? Se s'dëgjohet ftova. Rrokun apo no? Ftova. Do të ftoj Dajet Beqirin, po piu dje shumë. PA Awards se ishte o dje dhe piu. Papa piu i referohet një pave, është pansi ati. Kështu që ky program edhe sot do të visti koleg në studio i ftuar? Jo, faleminderit shumë. Greta? Po doni vjum. I ftuari në jashtëzakonshëm. Ka qenë një film, ka qenë herojtë e Ferit që doli ai. Plus ne kemi edhe në genetikën e kombit volunteer. Po, kjo është vërtet. Bëjmë gjëra vullnetarizmi, kështu që s'është problem. Atëre, le të fillojmë me intervistën tonë me të ftuarin special, me të ftuarin e jashtëzakonshëm, ekskluzive e këtij programi. Por jo fuqi plot. Po. Egi, ju lutem. Tashmë që doktori fitoi thellë në referendumin e Partisë Demokratike. A je gati të bëhesh komandant i organizatës së pionierëve, duke nisur nga mosha? Ma ofroi Saliani si post. Vërtet? Po, pranove? Jam në tratativa me mendimet e mia. Sa e ke rrogën? Apo është kështu, është vullnetarizëm? 3 muajt e parë janë test, janë kështu si intern që quhet. Po paguaj me gjysmë. Po shoh pionieri do vendosi? Nëse e do partia, patjetër. Fole ti vlla. Të ndërhyri njëri. Na fal pikë zez domethënë. Na fal, do të pas kujdes me ty. Nëse ishte një përgjigje e mrekullueshme. Po më është Okej. Egi, në prag të zgjedhjeve në Dardani, ku Albini pritet fitoj bindshëm. Çfarë kuptimi kanë vargjet e këngës Tironce, Gjvjel Lala me çadër prapa? Nuk ta shpjegoj dot këtë sepse nuk kam një përgjigje, po përsa i përket Albinit, ka përshtypjen se Albini po bëhet si ky hyni. Do rri shumë vite. Po. Është vetëm fillimi. Kështu që ato e prishin parlamentin e bëjnë atë. Udhëheqës historik. Është burr kombi. Po. Është vetvendos. Madje është burr gru. Duket si ofendim kjo burr gru kombi, tamam. Burr gru. Po presidenti çfarë do bëjmë me presidentin? Po do gjejmë burr gru kombi. Burr gru tjetër. Po unë them që Albini vetëm bëhet. Po kjo ç'a kishe me Dvjelala me çadër mbrapa? Jo, nuk e shpjegoj dot terminologjinë ose sipërkasa ti brezi, se s'dua që të dezinformoj. Jam serioz.
Për shembull daci lombylyrit, e ke gjuar një herë ti? E kam dëgjuar. Hajde ta shpjegojmë. Ose të çaj dollap në kafes. Janë sa terma. Si është përgjigja? Përgjigja domethënë konfuze. Jo, nuk është konfuze, po unë mund të sqaroj të vje të vje lala me çadrën brava është një nga vargjet më pornografike të teksteve shqiptare. Okej. Pra nuk thot do të vjen lale me ereksion nga mbrapa. Por i thot çadër atij mikut. Është eufemizëm. Kështu që kjo është, domethënë je kaq e bukur sa që lalës e kuptova. Faleminderit shumë për sqarimin. Me aq sa na ndodhe nuk është. Po çfarë lidhje kishte me Albinin? E kuptova. Ai përgjithësi. E qartë. Më pak çadrën. Koleg? Egi. Tani që temperaturat po kapin nivelet e 30 e ca gradëve dhe ca janë 7-8, nuk është 1-2. Po. Kujdes. A e kuptove mor mik, sa i gjatë është ky kilometri fundit? Kilometri kemi në drejtim. Tani presim hekurudhën 2027-ën. E kuptoj. Do presim me pak. Kilometrin e zgjidhëm. Edhe pak e kemë zgjidhur. Na kanë ngel vetëm me rrudha. Dalin ato për ditë. Tiranë Rinas. Ja dhe pak. Me tren, koleg. 2027 është çdo gjë gati. Do thoni unë iku mosha. Po punë e madhe, do ketë breza të tjerë që dëshirojnë. Okej. Punë e madhe. Shijojeni. Punë e madhe. Iku mosha erdhi grosha. Domethënë ra nafta, të gjithë bëj makina elektrike, po punë e madhe. Punë e madhe. I bëra iku dera i dera. Po. Pas vizitës së ministrit grek Dendias në Shqipëri për çështjen e detit, besoj e qartë, domethënë. A di gjë si po shkon Haxhilliku i presidentit Bayram Begaj në Mekë? Duhet me kuptu një gjë. Dendas ka mbiemrin Dedja, se i referova intervistës që bëri Lart Varsili kolegu im, aktori që shkëlqeu. Që foli edhe greqisht me atë tipin studiusin i Mariotin, çai ishte këto. Çai tha? Kështu që jo, domethënë bisedën e ndërtoi në greqisht. Gazetarja i tha, po pse do të pyetu të ta përkthej veç i tha. Po dialogun me atë bënte në greqisht. Që do të thotë, Dendias është vjen nga Himara, edhe ka mbiemrin Dedja. E pa i vetë tha, unë besoj se ka origjinën nga Himara. Në rregull, po të besosh është me definicion, nuk është me amendje, të besosh. Plus ja ish akoma i vogël, duhet pyesi prindrit. Nga i kemi në përjardhjen. Edhe është një 70 vjeç këtu duhet. Dendias nga 68. Kështu që duhet pyesi prindrit te kjo pjesa. Nëse do mund ta ndihmoj pak e pjesa e dytë. Se pjesën e parë zauroi, përgjigjja ishte shteruse. Ke pjesa e dytë e pyetën presidentin. Nuk e di ç'është Haxhillak ai. Si kalove në Arabi? E di si u përgjigj. U Meka tha. E qartë. Ja, kjo është. Më pëlqen kolaboracione. Ju lutem vazhdoni. Merrni kohën tuaj. Pas kalimit të raportit të IBAR, a ka më kuptim kënga e famshme jashtëzakonshme e Xhibanit? Gjysho ku e kemi lënë barin? A mund t'i bëj pas kësaj se nuk e di çfarë është ky IBAR-i? E kam dëgjuar shpesh, por nuk e di çfarë është. Ora, është kjo më as ne nuk e dim. Nuk e di më thënë drejtë. E dëgjoj shpesh IBAR. Unë të lajmet e klanit e kam pa. IBAR, PIBAR, i janë këtu rrin shumë afër. PIBAR, IBAR, por nuk e di çfarë është. Ka qenë ndryshe, ka qenë i kokaina, e kanë bërë IBAR. Edhe nuk e kam iden çfarë, kështu që ndaj mendin. O zhvishu, domethënë se na çmendet. Ke problem? Dhe këto të supi. Se konfuzohesh koleg. Domethënë janë nishana apo Çuka. Janë çuka se e di pse ndodhe, se nuk përdor krem plazhi, se është labe. Thotë jo i dal dielli prej gjoks përpara unë. Edhe urdhëroi rezultatin. Meqense to gocat me çuka këtu. Meqense programi është divulgativ, që do të thotë shqip e pastër, divulgativ. Bravo, që do të thotë njerëzit mësojnë nga ky program. IBAR qëndron për Interim Benchmark Assessment Report. E shikon që do të thot ka lidhje me Ashashin apo jo? Ti pra fare. Pra ne thash pas, do t'i bëj pas. Çunat e Lazaratit e di. Ata e din. Por kolegu ka shumë të drejtë kur thotë që ky program është si ishte fjala? Divulgativ, sepse Nada na ka shkruar sa i thellë pas ka qenë kuptimi, ju bë vdita një mi se kisha menduar kështu thot. Nuk e bëjmë më këtu rin, faleminderit Keli që më bëre të di kuptimin e vërtetë kësaj fjale. Atëherë siç po e vëre mes meje dhe Nadës po lind një raport i bar. Interesant. 069207022 përgjigjet tu Keli. O Egi, urdhro. Meqense e kështu si punë gjermane. Nuk kam mundësi të dy aty. Është random, po gjithmonë mua më bien këto pyetje. Jo, do të merrni kohën tuaj. Por pse ka kaq shumë trup amerikan në Europë? Është paguajnë më pak taksa. Do të ka rroga shumë të larta, paguajnë më pak taksa dhe han pin mirë. Kjo është e sigurt. Edhe paguajnë diku që mos gabojnë, diku që $1,000 dita.
Pa këto benefitet telefone, karburante, këto sa to. Gjermanët apo amerikanët? Amerikanët, kanë kështu thjesht që fusin ke gjoksi. Kuptova. Pa tatushme, dhe Evropa ishte me taksa më shumë. Into the tit. Nuk i vjen çik turp ju. Po turp para shqiptarëve nuk i vjen. Po turp kur dili pas qyr kur thoni këto. Nuk i vjen turp. Na fal xhaxhi. Kjo është gjermane apo? Patjetër, kemi mi këto. Shiko, do të them diçka. Pa kjo pyetja fundit. Të shoh ty ke teksi. Pse i ke gërmat e mëdha ti? Nga që jam me syze. Okay. I ke si Pavarotti, kështu i mban ai. Egi. Modelja dhe krijuesja e përmbajtjeve për të rritur Luna Bena thot se dikush e ka paguar 7.000 pound në muaj që ajo t'i kontrollonte jetën. Po. A nuk jemi me fat që jemi martuar dhe lëm rrogën në shtëpi? Po. Jam shumë me fat. Po. Ose të këshillën e mosa në gjërkatë. Jemi gjithmonë në KPRN në radion kombëtare Klab FM dhe në Klab FM Kosovë. Ju të qoj që ku jemi zemër, ku jemi. Përshëndetje Keli, përshëndetje dhe ajo tjetra. Përshëndetje. E kam gjenin. Po mirë me thonë të drejtën, jakshëm nëpërmjet ëndrave, se unë jam shumë ëndrimtare. Kjo është gjë shumë e mirë, se janë pa lek. Përveç se janë pa lek, janë kod vështira për ndërimtar. Thoshte Ameli. Unë nuk e di se çfarë ëndra shikoni ju, po unë mund t'ju bëj renditjen e ëndrave të mia sipas tipëve të jafës. Me shumë kënaqësi. Sa mirë. Titën e ëndra filloi si një film italian. Ishte njëri aty, ishte Noisi. Noisi. Me çaket lëkure, me flok perfekt, sy të qysëm të mbyllur, pus të holla, si dikush që di shumë për jetën. Noisi. E që më tha Noisi. Po të lutem. Më tha ti e ndryshe nga të gjithë. Më tha unë ndjeva semrën të më ndaloj. Mu afroa Noisi, atmosferë elektrike, pastaj nësori një si laptop kështu. Një MacBook të ri, pura rretha, të gjoj këtë bitin, e kam punuar për 2 vjetë, më vuri një bit. Pas ka gjoj emisionin të ndek, me siguri, por pyetja shkon ku është filmi italian këtu? Kontoj, filmin italian ishte sepse më tha ciao Stella. Është mjaftueshme. Kontoj refrenin e parë, pastaj të dytin, pastaj një bridge, pastaj versionin akustik dhe më pyeti, po ti thot cilën pjesë të pëlqen më shumë? Unë thash të gjitha ishin të bukura. Ai unë prisja të ndodhte ndonjë gjë, më thanë të drejtën, po ai këndoi edhe një herë vetëm për të siguruar që e kisha të quar. Sa mirë. U zgjova me migren. Me migren? Po. Po si e bën, çfarë mjekimi merr? Kisha atë alkaloidet e bririt të thekrës. Ja, shikoj që mbajt kontroll. Thonë që funksionojnë. Kisha edhe një këngë në kokë që s'po mtilte dot. Çak cila ishte kënga? Është bllokuar. Eci Ronci 100 kg. Po mirë, ka hitë të këngën e tij. Si është kjo kënga? Eci Ronci 100 kg. Para e kuqe e shitja se ç'është kështu. Shkon kjo? Ditën e martë. Po prit se s'kemi marrë me tonë. Po pse? Ç'a ishte ajo bridge? Bridge është pjesa e refrenit. Jo, kur kalon te refreni. Kalon ka strofat e refrenit. Falni se ne jo këngëtarët nuk e dini. Ne me domino merremi domun. E ke parasysh atë këngën e Matonës pa paton të bridge? Po. Pak a shumë. Stella, një kuriozitet kod, domethënë këto ëndrat i mbajnë shënim gjatë javës se e këshillojnë zakonisht. Në fakt unë i shkruaj një ditë përpara se çan të sos. Ditën e martë pash një nga një meshkujt më seksi shqiptar. Enkeldemin? E pa Enkeldemin. Viteve 70, Keli është i viteve 80. Qëndron, po. Qela. Të lutem, jam as fal për ata. Ishte ftuar në një restorant. Ishte i but, me qirinj, muzikë të lehtë. Ai kishte ardhur me një kostum të errët, me flokët e tij karakteristik, atë shprehje që thot, unë e di të vërtetën dhe ti jo. Nuk e di se me çaj kishte lur flokët, po shkëlqente shumë flokët. Është që flivere ai. Po. Fer po pinim fer. Ver. Ai ishte bash. Atëre ti je gruaja misterioze që ai po shkonte. Stella ti e bjonde, nuk e dija. Un jam bjonde fare nga kur dal nga parugaria, nga qendra stik, varet se si e kam vendosur.
Për momentin jam tullate. Kam filluar të këndoj këngëtare tullate. Shumë mirë, bën, thonë që ecën. Ti çam tha Angjela, më kapi dorën te Dora e Fet. Po. Dhe më tha, shikota se un kam fituar 300 qyqe. Qyqe thash. Ja. 300 qyqe, po. Ja, po s'ka fituar. 300 qyqe. S'ka fituar asnjë. Ti çka që se ka asnjë tjetër. Më thash po jo, dhe në gocat e tjera e kemi, se unë i kam parë dhe gocat e tjera tualet. Pastaj ndroi tonë dhe tha, pikërisht kjo cilësia jotja, sipas nenit 112 të Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, të jep të drejtën e plot ligjore për të kërkuar tonë shpërblim moral nga çdo person që nuk ta ka njohur flerën. A të pëlqeu kur e tha këtë? Ua sa më pëlqeu Ulaga. Edhe mua po më pëlqen. Ulaga? Mara vera. Po. Zorin dosin të trash nga çanta, kam përgatitur patin, tha, ke të 30 dita fat. E piva vet gjithë verë kërkova faturën, pakova vet faturën. Pakove vet. Ja, kjo gjesti bukur, mua m'pëlqen, bravo çoft. Edhe mua m'pëlqen, po thonë që s'duhet bërë Stella. Si e priti ai, si reagoi? Avokati. Ai hiku, thjesht hiku sepse erdhi kërkoi dikush. Por ke diçka që më pëlqen. Ja, kjo ishte si këngë sot, çfarë koincidencë. Po, iku dhe e marr. Ditën e mërkur kam për dashuri me Samir Pirku në ëndër. Shokun e klasës time. Çneti me Samirin. Vërtet? Ishim në Fjenë, natë në dimrit të borë lehtë jashtë, Samir duket si një heroj operas. I qatë, elegant me atë buzëqeshin që shkrinte te muret e Fjenës. Ashtu. Sonte këndoj vetëm për ty, më tha dhe nuk kuptonte këtë. Ulën dritat, filloi muzika, sari ti kishte një gjë që se ke dëgjuar kurrë i pastër i fuqishëm i ngrohtë, ofrua ta hal, sytë të ngulitur te unë, hapi buzët për të bërë atë gjë që bëhet në ëndrat e mira me buzë, ke parasysh? Parasysh. Dhe bëri, di çfarë bëri? Jo. Faise pak. Do re mi fa sol la si to. Ka që? Se flasur me Samirin. Shkallën e plot 2 oktava. Në vibrato. Ajo kumshia e ka tjetër, trokitin mure, çaponi kështu se po flem qumë orshora 3 natës. Kuptoj. Samiri bëri pis. Unë tuar trokita. Po. Edhe u sjova tuar duke tuar trokitur. Ti çfarë bëri pis? Jo bëri pisë, bëri kështu. Se ke kuptoni se thot ajo bëri pisë palica me noni. Ke bërë një ndërhyrje fantastike. Bëri pis pra, ndoti. Ndoti. Ai lutem tani se ka. Atë do flas vetëm Samirin. Titën e njëjtë, e dini kë kam parë. Njëshin më të madhin e të gjithëve. Nuk e di mashkullin më të kërkuar nga çdo vjerë shqiptare. Me mua e ka, me siguri. Jo me ty, ty të kam parë një ditë tjetër. Do vim deri te ty miseria. Miseria. Sepse pas ke trajtuar mirë në ëndër, Keli. Luis Eli. Luis Eli. Kishte ai Big Brother të dikurshëm. Po. Ishte qet i matur, kishte pamjen e dikujt që i ka rënë hallët e kompit me. Po normal ka 2 fëmijë tashmë. Po. 2, një. Një ka. Një. Po një sa për 2? Është e vërtet. Një është pak, tu janë shumë. Po se ka 2 emra, Luna Mari. Ndoshta. Po ti di emrat e kalamajve të tjerëve, do të thonë. Po tregoni ëndrat tuaja? Apo më fal Stella, nuk flas. Apo ju mora për ëndrat e mia. Më fal. Na fal, le të kërkojmë shumë ndjes. Më foli për jetën, për ëndrat, për filmat e rinj që po bëjnë rivalet e tij. Dhe për atë Eki, ky njeri ka ndryshuar dhe ky njeri ka thënë s'është më ai Big Brotherit, i Bikut. S'është më se edhe ka mbaruar Bigu pranë. Po pra, e shikova, ai më shikoi, hapëm sytrat e përqar Kiara si ishte aty për fat. Momenti ishte i plot, ishte ai moment që ti e ndjen vetëm një herë në jetë. Hapi gojën dhe më tha: "Amon mo, qysh je ti kështu, më zog, ç'bon. Flet me vargjet e këngës, është artist normal. Po tregoj 9 parsaleta. Nënt Barsaleta? Se pikërisht nënt. Se ti pse? Shkodranët e shoj kanë. U sjova vet bëra një kafe, s'fola me njëri fare. Ditën e premte me plenty fetpsion. Po mirë. Pas keni qenë me xhirime. Duhet t'jash lodhur më shumë se çdo ditë tjetër, mendoj, apo jo? Nuk e di, kishte reservuar një tavolinë me pamje nga qyteti, ishte veshur bukur si shpishit gjithmonë. Kishte vënë 8 ora nga 2 në çdo gjymtyr. Po. Të lutem ato mokasinot. Në një janë kishte mokasino, poshtë mokasinave atlete Nike, se kuptoj. Qartë. Se ëndran mbas se dalin. Ja, në ëndra, po. Ka diçka misterioze tek ty, më tha. Edhe tha seriozisht, sikur ke jetuar shumë gjëra dhe i mban për brenda. Aman thash sikur kisha që për. Zemra ime unë ti e kufutur për herë të parë. Pastaj pa një gjë në sytë e mia të shkëndijën të nxori bloknotat. Çfarë bloknotat? Kera mren. Shkurt mohabeti, kera mren. Do të bëj disa pyetje. Pyetja e parë.
Stella, ku ishe dhe ç'a bëje më 1 shtator 1998? Ama. Pyetje erotike, aty ashtu fare. Kuptoj. Studë profesionale. Sa i pëlqen, keni mos shiko. Pyetja e dytë, si e komentoni rënien e sistemit piramidal? Kjo është pyetje hot. Kjo ke qenë prezente. Po. Pyetja e tretë, keni lidhje familjare me ndonjë nga personazhet e asaj periudhe? Kam i thash. Studë profesionale, Se me koketi. Po nuk i paska bërë atë pyetjen atij. Me Brodin? Me Protin. Romano Prodi. Romano Prodi. Prodi. Tezës si një shoqës mamas time. Qartë. Pas këta kam si fla. Po, si fla. Si fla. Por tjetër të pyeti më? Nuk e paska bërë atë pyetjen e frikshme, ajo që duhet na thot ajo? Ajo që po edhe një pyetje të tmerrshme. Sipas te e tha. Me çeu pra ufeten ja këtu. Atë ka është temë për diskutuar. Kur e pa që unë ishte kështu tha, ato të fillë patoni ta bëjmë treshe intervistën. Okej. Çfarë theti? Më to liqumi në atë moment, më to liqumi. Pa dashje gjatë gjithë këtyre ditëve që keni parë ëndra. Mos ke parë këtë Ferrarin e ri në ëndër. Jo se kam parë akoma, ç'është Ferrari, është artist filmash. Do ta marrësh vesh kur të dali. Unë shtun kam parë në ëndër Keltemin. Të lutem na tregon. Antra më e frikshme javës. E them me respekt, po nuk e di. Domethënë Enkeli është një djalë i butë, inteligjent, kishte një pusqeshje të dikujt që lexon shumë të po. Tomin. Po. Tomin. Ajo ishte e mrekullueshme. Foli për artin, për fjalën, për librat. Edhe filloi një si fletore të trash kështu me kopertinë të zezë dhe filloi të lexonte ti je e rënë nga qielli, Stella. Super kompliment kam bërë. To the moon and back. Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur. Kur ti ecën tha, duket sikur bien hite mbi kalltram. Jam pa fjalë. Na ka një mesazh. Se ka. Brian, na ka një mesazh nga Dashi. Thot përshëndetje nga Lumi Vjosa, me që e përmendi Keli, është një foto shumë e bukur. Dashi që ka pushim domethënë. Dashi mund të jetë vetmi që dërgon foto në radio. Po mundet. Ka lezet. Paftësia ime për ta përshkruar atë foton. Ata përshkruajmë çik për atë radios. Po të lutem. Ja të shohim se. Është super, po ka vënë këmbë në brek të liçit. Bëhet fjalë për një makinë, unë do thosha të vitit 2008-2009. Si makinë, se e ka marrë nga makina. Po patjetër. Fillimisht për detajet. Ti ke hallë shesim në një makinë si idëm. Shitet makina, koleg. Po pra. Dhe Lumi Vjoz vërtet është, nuk e di, sajnat që kemi larg. Ne më afër kemi Lanën se Vjosën, çfarë fatkeqësie. Po ja për 3 orë aty. Shumë mirë. Faleminderit Dashi. Faleminderit Dashi. Mbajtë jotja. Mua sapo më erdhi një foto nga Amerika. Është një furgon i madh komp, dhe mbrapa ka një flamur. Domethënë ka vendosur me adeziv shqiponjën e kuqe tek xhamat e furgonit. Pas ka bërë gati? Drejku më. Dhe targa shkruan Mirdit. Shoferi quhet Domgjeri. E lëm këtu domethënë. Dashi thot do të thotë që nuk jam pushim. Dashi me ka pushim, është në punë Dashi. Atëre Dashi, nëse ti na ke shkruar sepse do ndihesh më i ngushulluar, kjo nuk do të ndihmoj. Jemi gjithmonë në Kaperenën në këtë program i cili prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Tani është pjesa më e bukur, më e mrekullueshme e këtij programi. Më duket një pjesë utilitare. Për çfarë bëhet fjalë? Është vetëm utilitare, çdo gjë tjetër është. Është momenti që flasim më jeti për shëndetin. Po. Për cilësinë e tij, për rëndësinë e tij. A ka mundësi mos marr pjesë sot? Jo. Atëherë hapim rubrikën Turpi dhe Shëndeti. Turpi për ata, shëndeti për ne. E ka fjalën për sistemin shëndetësor. Kë kemi të ftuar sot? Mjeksin Falas. Okej. Tani duhet futur ai Korreshi, Brian. Përfaqësuar nga telemedicina. Okej, në rregull. Nëse nuk më thua doktor, profesor para emrit, unë sot nuk përgjigjem. A mund të them profesor doktor? Po edhe kjo pranohet. Mund të them profesor doktor?
Mund thua profesor doktor. Shikoj, ju që talli mandarinat me mjekun në ditë ku jeni të shëndetshëm, në ditë sëmundje ju bëni si gjunafqar. Megjithatë, urdhëro, çfarë pyetje keni për sot? Bien poshtë mandarinat në rastin konkret, megjithatë nuk ka problem. A ke bërë betim mjekësor apo vetëm kontrat marketingu? Dolin tem direkt kuadro. Atëherë të dyja, njëra pas tjetrës, po fillimisht u betova dhe thash parat që më lën klientët, pacientët, do t'i ndaj në 2 xhepa dhe betohem që lekët e xhepit majt nuk do t'i pi kurrë alkol. Do t'i që pantallonëm qëllun vetëm me xhep djathtë. Kuptoj, qartë. Po marketingu? Kontratë marketingu vura një tabel, ke parasysh këtu është një gradacel aty ku kanë qenë që lozin fëmijët, tani nuk luajnë më fëmijët, sa ko lozin sa punëtor, ndërtuan një gradacel. Vura një kështu profesor doktor Filan Stegu, e dini mjek i përgjithshëm, patolog. Dhe njerëzit nuk e di pse nuk po i besojnë më specialistëve, sepse ç'a bëjnë, shkon ti për shkak në autobus dhe të del fatorinolaringologu dhe ti nuk mund të kollitesh në autobus. Kjo është e drejtë. Po. Vazhdojmë ose vijmë me pyetjen e dytë. A është klinika jote apo është një laborator për durimin e njerëzve? Pyetje interesante, koleg. Shumë interesante. ChatGPT po bën progres. Patjetër. Me mirën pra folim çfarë mirë për Mina Moratin, kështu që në rregull jemi. E dyta që the është një laborator për durimin e njerëzve, sepse ç'a ndodh? Ndodh që po lindnin një herë 2 zonja paralelisht dhe njëri tha kam lënë babai i njërit nga fëmijët që po lindin tha kam lënë makinën në dopjofil, e kam lënë në dyshe. Kështu që unë ç'a bëra? I thash asaj tjetrës, duroti, ajo, ishte e hapur 11 cm, praktikisht doli bebi pa njëherë fut brenda. Thash, duroti, thash unë se do lindi kjo zonja tjetër nuk po lindte dot. Më filluan pastaj ç'a nuk po i thoshim dil se Shqipëria po futet në Europë. Kemi ndru trajnerin e kombëtares. Alban Skënderaj ka koncert në Prishtinë. Më ç'a nuk i thash? Do të më dal, lindi ajo tjetra përpara. Gjobaj, po Gjobaj 30.000 lekë vjetra vetëm se çelën makinën në trotuar. Kuptoj. Këto janë këngë që të kalisin durimin. Doktor, a ke ndonjë rast të dështuar apo i quan si mungesë besimi? Se më shkruajnë në pacientët direkt. Merrni kohën tuaj tash. Nuk jam sot, kam Calceto, se domethënë Calceto me ç e shkruaj? Ju e bëri me Google Translate, besoj? Me nga pacienti, Gemini. Ecim edhe me pyetjen e lutëm ta qartësojmë apo e përfunduam. Keni ndonjë rast të dështuar apo e konsideroni? Po çana bëro doktor. Mungesë besimi. Këta janë mjek të tjerë, janë mjek popullor. Po. Me thënë drejtën, deri tani nuk është se kam dështuar në asnjë nga rastet që kam pasur, sepse ç'a ndodh. Momenti që unë dështoj, pacienti pret gojë dhe a keni dëgjuar ndonjëherë një pacient në sharr apo në tufin tankohet për mjekun që futin dhe jo, kështu që besoj. Fakte. Me fakte. I lutem Keli. Procedojmë. Procedojmë domethënë prit një minutë. Te 4. A shpjegon diagnozën apo thjesht e dramatizon për efekt? Me thënë të drejtën varet nga niveli kulturor i pacientit. Nëse pacienti e kupton diagnozën, unë me atë s'flas. Sepse ai do kuptoj pastaj që ditët më të rëndësishme të shkollës unë nuk kam qenë aty. Nëse pacienti është hyr, ati flas 2-3 fjalë më dha dhe ai ç'a bën, më voton mua në referendumin që profesori apo jo. Ky është lajmi i mirë. Shiko, e gjithë kjo eksperjenca jote, domethënë ose klinika juaj, arsimi e gjitha është terapi apo audicion për talent show? E dyta që the, sepse në talent show një mjek mund të tregojë gjëra që si tregon në klinikë. Kuptoj, shumë e qartë. Për shembull, mbaj mend një herë që nuk kisha bisturi dhe operova dikë me xham. A si shkoi? Mora Golden Buzzer. Ishte në talent show. Kjo është lajm i mirë. Kjo është jashtëzakonisht mirë. Doktor, ju e keni shkencën kundër apo thjesht e keni bllokuar në Instagram?
Dhe të kërkoj ndjes për pacipësinë e kësaj pyetje. Një pyetje pacip meriton një përgjigje të pacip, por duke pas parasysh që dëgjohemi nga qindra miliona njerëz, sepse më thanë që dëgjohemi edhe në Bangladesh. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë. Unë po jap një përgjigje diplomatike. Kina nënën diplomatike. Atëre le të themi është kurthi i Tuqididit. I Tuqididit. Okej. Është kjo më pëlqeu, kjo Tuqididi më pëlqeu jashtëzakonisht shumë, domethënë. Mund ta thoni dhe etimologji, por nuk ka problem. Kura juaj a funksionon më mirë me kesh apo me iluzione? Shiko, me kesh pa kesh bëre qave si ti kesh, në kuptimin që edhe me POS, po edhe me transfert bankare. Dhe me iluzione. Por edhe me clearing, pra dikush më tha më shërotha sepse do të jap një dyqan. Dakor, po ma dha dyqanin në Laç. Mos e pranon pa letra. Kati dytë. Nuk ishte letra jo, po s'kishte as shkallë për të shkuar në dyqan. Laç, nuk është se kemi pikë në Laç. Nuk e di. Jo, me qira fjala, ndroj një dyqan në Laç me apartament në Tiranë. Okay. Ja shfrytëzojmë të dikush në Bangladesh mund të ketë interes. Po, rëndësishme është ka zgjidhja. Ju lutem, juve si profesionist, keni ndonjë kufi etik apo është thjesht limit në imagjinat? Shiko, një mjek pa kufi etik është një mjek afdall, është një mjek bajshënim apetin afdall. Është një mjek, domethënë afdallizimi, është një mjek i pa fytyrë, është një mjek, do thosha pa pikë yndyre, është një mjek sharlatan. Është një mjek politikan. Mos më detyroni tash që të përmend emra kolegësh. S'ka nevojë, nuk kanë, mjafton. Nuk duam të armiqsohemi me kolegë. E di vetaj. Mund të ketë përball. Ka i G-klas. Okay. Mos ka këtë Ferrari në Rivlla? Jo, s'e kam marrë akoma. Jam merak shumë për ne. Doktor, a e trajtoni sëmundjen apo thjesht e shtyni derisa të harrohet? Në moshat e vjetra kjo funksionon, sepse ata harrojnë shpejt. Ata harrojnë shpejt 2-3 ditë, domethënë, dhe ai thotë ka marrë se çka kam i gjetur, po se mbaj mend, domethënë, nuk zgjova në. Ndërkohë për moshat e reja kam përshtypjen që sëmundja mbetet e pa harruar dhe ç'a ndodh. Që ta kujtoj, e di si është një trajtim, një kur, pra vjen ti me një dhimbje, që pacienti ta harrojë atë dhimbjen, ç'a do bësh? Duhet të shkaktosh një dhimbje më të madhe. E kuptoj që. Pra ai thotë më dhem koka, dhe unë si, domethënë, është durueshme pa durueshme. Është gjurin stomak, apo jo? Bravo. Kam pasur video. Ose i thyej radiusin dhe ulën njëkohësisht. Edhe këto ilaçet antidepresive, për shembull, ose për anxiety, me doza shumë të vogla, faktikisht ndikojnë. Mos ta sill më këtu atë. Po bëj një pyetje vetes, meqense asnjë nga us po dënjon të kthej fjalën, a ke pacient që shëron apo vetëm fansa që rikthehen? Kjo është pyetja që duhet ma kishit bërë ju, por është nga ai që vjen e s'mban mend. Ju për mjekët nuk është se interesoni ditën që jeni kështu, vetëm kur smureni. E the një herë këtë. A e thash një herë? Atëherë ndoshta më ka filluar dhe mua një lloj demencë senile, të cilën mund ta kurojmë. E tha ndryshe kësaj here, çfarë e tha për mandarinat. Por si është vërtet? Shikoj, njeriu ndryshon, vetëm gomari nuk ndryshon sjelljen. Falsi e tha atë mandarinave. Ju referua çfarë kolege se e tha na shumë mandarinë, thash nuk i bie poshtë mandarina këtë rast, se është më shumë sa që rikthehen. Sepse e ka thënë një moderator në një program, domethënë, po un po e citoj, është shoqja e kolegut që kemi në studio. Unë si mjek, një herë të më provosh, gjithmonë do të më kërkosh. Wow. Dhe me këtë arrita të blej 2 milion fans. Bravo. Të bën mirë përshëndetin rreth prerja. Po, koleg, po ti vëshre janë disa farmoshe. Janë disa italianë që kanë një si bandazh këtu në kokë. Kanë bërë rreth prerje. E qartë. Të egzageruar do thoshon. Mund të ishin përmbajtur një çik. Faleminderit shumë për pagesën apo të. Shiko, me thënë drejtën sot po ju qeras unë. Jo. Sot e keni nga ana ime. Mos keni merak, do t'ju afus në recetë. Në rregull. Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj, respekte dhe të fala doktorit. Fala shumë doktorit. Ma përqafoni. E kam me Gretën. Ja se si përfundon njeriu i cili ta mendoj, domethënë do tallet me doktorin. A ju intereson sa lajm interesante kësaj se ne për të punë jemi Kaperrenën quhet ky program. Rrini të qeto njerëz. Po folë shumë. Hanta nuk do të thotë ren në gjuhën e hebrejve. Pas shpërthimit të hantavirusit andeve në anijen turistike MV Hondius,
në rrjetet konspiracioniste përfshi ato shqipfolse, po qarkullon pretendimi se fjala hanta do të thotë gënjeshtër ose mashtrim në hebraisht. Kështu jepet ideja se hantavirusi në vetvete është një mashtrim i hebrejve. Pretendimi duket se rrjedh nga konfuzioni midis dy fjalëve të ndryshme hebraike me drejtshkrime të ngjashme. Mund ta kishit marrë të profesorin që e keni pasur këtu me që flisër për Elbasanin. Ç'ke ti me atë? Jo, që mund ta kishte analizuar. S'tash në gjë valla. Unë komentoj çdo person publik. Faleminderit. Fjala që postimet në rrjetet sociale zakonisht e paraqesin si hanta, nuk do të thotë mashtrim, gënjeshtër ose erreme. Fjalorët hebraike përkufizojnë këtë fjalë, e cila transliterohet, çfarë shqipe, më pëlqen, edhe si kanta ose kçanta, një pjekje e frutave. Ata gjithashtu rendisin një folje të lidhur të transliteruar si hanat ose çanat, si të balsamosësh ose kur i referohen një peme, domethënë të japësh fryte ose të piqesh. Shef rrushin e piqet darda me të fikut. Unë kam përshtypjen që kjo hanta është shqip. Hanta. Duhet ta kishim marrë te profesorin që ju e njihni. Po pra çdo të thotë. Hamërti. Hanta. Hamërtaj. Hashmërtaj. A që ka gegnisht? Po që ka shumë transformuar veç. Pse? Po nga hamërti në hanta? Hanta mund të diku nga veriu të japin një pjatë me diçka brenda dhe në të. Hanta. Ose mund të marrim një grek na e shpjegoj. Jo, greko maskara. Nuk ekziston grek janë pellazg domethënë. Da e di prandaj tash. Dhe gjua greke vetëm në shqip mund të. Po të lutem pra. Malakaqi për shembull. Stacioni policisë udhroni. Kemi një grek kofil. Faleminderit koleg për këtë lajm shumë interesant. Kam edhe unë një lajm të vockët. Po qarkullon së fundmi në mediat sociale shqiptare, natyrisht për atyre të huaja. Një lajm se shpërthimi i hantavirusit. Prapë hantavirusi. Po në atë krocerin e famshëm pra kur ndodhi, nga ku nisi e gjithë kjo gjëja. Do ikim bëjmë një xhiro me vark. Kemi shumë që ngacmuar sot. Ja, në Vlorë jam dakord. Pema me mandarina nga smohet. E famtë. Faleminderit. Është parashikuar kjo ngjarje, pra nga ai seriali animuar shumë i famshëm nga ku parashikohet çfarë lloj gjëje. Të gjithë lumetri. Nga The Simpson. E dini që The Simpson kanë parashikuar edhe faktin që ne po i përmendim tani këtu në këtë program, shumë ndodh gjithmonë. The Simpson kanë parashikuar dhe intervistën e radhës Arben Ametajt. Pati edhe The Flintstones, aty. Po. Në episodin real, sipas burimeve të lodhura të Wikipedias, e bëjmë pasi do japit 100 pega. Bart thjesht shpik një pandemit për të mos zbritur nga nia. Ashtu. Por mos u shqetësoni. Rini të qetë njerëz. Absolutamente. Nëse një ditë do të ndodh vërtet diçka e keqe, duhet jemi sigurt që interneti do të na thotë që ka ndodhur The Simpsons. Barti. Ja, a e di cilat janë simptomat e hantavirusit? Pak më të rënda se ato të koronavirusit. Jo, Bart e dvjella. Koleg, nuk e di pse po fitoj kaq shumë respekt. Okej. Ke një kaq. Jo, kam unë akoma më dash mos se unë jam if you know what I mean. Në rrjetet konspiracionale Mos fjalë gjatë kjo. Fillon me k, mbaron me e. Jo, e themu po më vjen siklet. Kjo. E kuptova. Në rrjetet konspiracioniste, përfshirë edhe shqipfolse, po qarkullon pretendimi se soda e bukës është ilaçi më i mirë në botë, i varrosur nga kompanitë e mëdha farmaceutike. Do ta provosh. Domethënë dhe gjithë jetën do ta kërkosh. Postimet të krijosh gur në veshka për 2-3 muaj përdorim. Patjetër. Postimet më tej pretendojnë se në vitin 1924 ose 1924, mjekët përdornin sodën e bukës për të luftuar infeksionet, ndërsa ulëmtimet e ditëve të sotme kanë provuar se soda lufton kancerin. Kancerin. Soda e bukës e njohur dhe si bikarbonat natriumi, Soda bukus është një përbërës kimik që përdoret zakonisht në gatim dhe pastrim shtëpiak. Është edhe një substancë alkaline që do të thotë se zvoglon aciditetin. Do të shtosh në një gjë? Jo. Okej, atë më shif mu. Kjo veti ka bërë që ajo të përdoret edhe për qëllime mjekësore, të tilla si lehtësimi i urthit apo mostretjes. Disa studime kanë shqyrtuar se bikarbonati i natriumit mund të përdoret për të ndryshuar nivelet e pH-it ose pH i tumoreve. Megjithatë, sipas Cancer Research United Kingdom, organizata më e madhe e pavarur në botë për kërkimin e kancerit,
nuk ka pasur prova klinike të publikuara të bikarbonatit natriumit si një trajtim për kancerin ose kancerin. Organizata paralajmëron gjithashtu se dozat e larta të bikarbonatit të natriumit mund të çojnë në pasojë shumë serioze. Çpata unë, vura theksin, ka i theks të gjithë fjalia. Që ta dish ti Enkel Demi. Ecën live ju vlla, ka leset. Faleminderit Eldon Deda, faleminderit. Ka leset. Foli se tha Eldon Deda. Foli. Foli Keli. Ka mequr dorë për folimin. Eldon. Alo. Po si të kanë nervoza. Si jeni? Ka mali për ju. Mirë se erdhe, si jemi shëndetin pikë spa. Ashtu si plaka, jam si. Me vakin. Po vap shumë keqe na, vap. Ne rupër, kujdes se ka rënë një virozë keqe në. Tu ka hapur atë tritare na, është ka tritare apo është gjyqi flekat parë. Po bëj kujdes se ndëruar. Se prap mund të jesh vrarë, domosdoshmë. Bëj kujdes, pi ujë shumë, mundohu me këto ilaçe tensioni apo nuk vuan nga tensioni. Po çat vuan nga tensioni, unë kam tulë tensioni, s'ka ilaçe që nga tensioni. Okej, në rregull, pi alkool prap. Pa gëzuar. Edhe gëzuar Bajramin. Gëzuar se tash. Gatove në gjë për sot. Po ashtu bëja çik pajdaçe kici. Pajdaçe kici. Bajram do. Shikoj se ka thënë ai Pashku vastu Pashku. Si ka pasur? Po. Ja shqiptari të bilet e Shqipëria. Shqiptari. E qartë. I vure pikën tani, s'kemi çfarë të mbi këtë. Po, pra. Dëgjoni këtu pse u mori gjyqja. Merr kohën tënde na thua çfarë duash. Politikanët e çmendur që nuk e di çfarë të them për ata që vdeshin inshallah. Jo, po ja, s'ka vlerë. Ata na kanë marrë gjavnë. E kuptojmë. Ne na ka parë mbret, ka parë komunizëm, ka parë demokraci, ka parë Big Brother VIP, firma VIP, gjitha këto. Po, gjitha. E ti shikoj këto politikanët si pula do burr. Dalloj kush bën zhurmë, kush tjetër dhe kush vjedh misin, dallojnë nëna. Dallon nëna, po mos mallkos, sot është ditë feste. Po pra. Jo, sot do bëjnë nëna ca parashikime. Që do kenë fundet, çfarë fundesh do kenë edhe Nostradamus si bën këto. Po të bëjnë në Ferruzia. Jepja. Do jenë pozitive si thoni. Po pozitive do jenë. E dirama. Po. Se ju vendon ndoshta doni ju ta mbaroj me të foto, ta filloj me të. Me to. Si të duash. A di si do ndodhi? Do dalin televizor 14 orë live për duke folur. Po. Edhe në fund fare do kuptohet s'ka thënë asgjë. Po populli do sa bukur që foli. Po këto e ka bërë për herë. E ti si është dirama. Se zikën kuraj, e dirama si ajo boja shpis. Që ti, kur e linë bojnë me ndose e hoqë, a del prap aty prap. Nuk i këfa, del aty poshtë nga poshtë. E dirama do jetojnë 112 vjetë. Po du që ka mallkim, që ka urim. Dhe di si do vdesi. Do t'i bje në kokën e tenda portës nga kryeministria. Ajo mban, e keni bërë që mban. Po si do ndrysh këtë ajo, e do t'i bje në kokë ati. Është punim pa hile. Si pirro. Tuk e di do jem apos, do jem në ditë më apos. Urëm të jesh. Po gëzoj që sot. Jo, mos gëzo, domethënë nuk mund të gëzohesh që një njeri. Po 112, çfarë do më shumë, Nëse mbaj vetë si do që tjetë. Ditë e hetë. 4 vjen pushtet. Okej, qartë. Sa mirë me llogarin. Sali Berisha. Po. Që ju shoftë sa. Jo. Na thuaj moshën. E ti thjesht ajo si radio ime vjetër, nuk e fik dot. Po. Vetëm të shoh frekuencë pa plot, sa do të kujtoj që ta çosh po ai. Dhe po ta vësh re, këto radio TV vetëm një frekuencë kanë. Se edhe këto kandidojnë vetëm me një person. Po ja babu qoftë ti djalë Floriti. Do ta them nëna për ty në gjithë. Jo, nuk ka nevojë. Sali Berisha do jetoj 147 vjeç. Do ta shpalli monument kulture. 147. Ditë që do ndroj jetë spaku do të çoj fletiri me një arkeolog. Domethënë do jetë ke varrimi aty. Po. Lulzim Basha. Ka bëhet këtu. E di si Lulzim Basha po jo, është njeriu që gjithmonë vjen 5 minuta me vonesë në histori. Kur marrën gjallë thonë çan ndodhi këtu, çan ndodhi. Si po flet. Duhet të ketë dyshek të mirë. Po pra. Lulzim Basha i di do zgjohet do kuptoj që partia ka marrë për 11 vite, ka 11 vite që kanë marrë, për sa ka thënë ai. Ore çan ndodhi. Kujdes për Lul Bashën. E ke qefa? Ky do vdesi i ri. Jo. 49 vjeç. Jo. I kalon ai 49. Po është më i madh. Pas ka vdekur? E ngatron me një tjetër. Po mirë me se bëjmë me gabime kështu, po se më thamë. Ka problem fare. Sa tani ja folën dhe më Ilir Meta. Po. Ilir Meta do haratiset. Do haratisës? Nuk do haratiset ja shtetit, po brenda palestrës.
Oh. Shoshore Redemption. Tom tipet aty brapa veglave. Ilir was here. Ilir Meta është politikant keqen. Është aktivitet fizik. Thonë që është kalt force. Vrapon, kthehet, zhduket, rishfaqet, del, hipon. Thonë Ilir Meta fuqi. Po. Unë kam se nëna përdor telefon, kam kujtuar se është aplikacion fitnessi. Jo, nuk është jo. Meta janë syze. Përdor Fevzo. Fevzo, po. Sa vjet to jetoi Ilir Meta? Se di. Sa? 130 vjet. 130 vjet. Dhe dini se si do ikën nga kjo botë? Si. Do gëtis një topin pongu. Wow. Do kujtoj se janë ilaçe tensioni. Edhe mosha bën vetë kështu. E kuptoj. Dhe nuk do vdesin atë moment. Do vdesin në toalet. Do të thënë 130, po do vuaj pak. Kur ta nxjerri. Sa shumë i çojë kjo nëna. I çojë gjithë shumë lart vëlla. Shumë lart. Do një që vdes shpejt. Janë këto analistët, këta të vdesin shpejt. Jo, nuk është drejt. Po, batona gjiu, ti ku të vdes? Jo. Çfarë sot? Sot është mas. E mërkur. Sa është kur baba. E mërkur, ai do vdesi ditën e ejte? Jo. Bas 62 vjetësh. Po. Wende ka shpresë. Edhe di se do vdesi. Batoni. Po ti batohet makina. Ba. Et mëshme. Tërko presidenti Begaj. Po, se e ka edhe kelime me reakta. Po. Ky është i pavdekshëm. Është agji tashmë. Po. Ai do ta shijojë zyrën e re të bërë nga Erdogani. Po, do t'i bëj Erdogani zyrë edhe ti s'do vdesi ky. Do këdasi me cepin e gishtit komodino. Jo, sa i shkon. Do t'i infektohet. Sa e do presi gishtin. Pastaj këmbën. E kështu me radhë. Pastaj e kështu me radhë. Tripodin. Po. E dini ç'a moshe? 682 vjeç. 682. Çka sa Abrahami. Mojsiu këto çka kanë gjithë. Mos tani me nënën bie se u vërtet 80 vjeç, po. Se shikoj, unë s'kam kohë për diplomaci tash. Unë kam vetëm butonin mute dhe unë mute. Mute. Mute ose unë mute. Po. Na i tjetër që doni që ta palosim apo? Jo, s'kam ne kështu. Fevziu nuk. Jo, po Fevziu është simpatik. Kemi ende për të parë nga bota. Fevziu do të vdesin në klinikën e transplant. Një pyetje kam unë që pyes për shok. Këta që janë të shkurtër do vdesin më shpejt se sa ata që janë gjatë? Kjo është pyetje fantastike. Në Fevziu duket të shkurtë shumë, disa jam unë apo jo? 2.32 jam sa vojnë Bajrama. 2.32 je? 2.32. Wow. Vetëm se kam shkurtu metri që dali qik me gjatë. E kuptoj. Qa do thotë në Shqip karma is a bitch? Karma is a bitch e para punës jetë do të nëthore e kolegu juaj atë etimologjinë e fjales. Karma. Bitch. 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 Bitch se të tjene atë dime se si bafmine, po. Kuptoj. Isha shumë i qartë. Nuk kam. Bitch do të vi nga leti bi, ku ti bi, vetes time mos ti bi. Po e kam parasysh, sigurisht po. Do të ç'është kjo me ira. Jo, unë thjesht pyeta sepse nuk e di. Edhe i thash si mund ta shqiptoj. Po ti nuk e di atë që nuk di. Do të bi çfarë? Është breakdance. Po ti tregoj në Firuzja ja lustroj me shembull. Kam pasi atje ku punoj te punisja pasave, kemi pasur shpresë. Shpresa më mori mua Islamin. Mama Islamin më donte mua ma mori shpresa. Po. Edhe çan ndodhi më që mua nga puna. Për Islamit. Po, për Islamit, tash u shpëtova ku se shpesash me diabet tipi 2. Se peti ke punishte pasur. E qartë. Faleminderit shumë. Faleminderit që nëna. Ruaju Jesu. Më rrofshi sa malet. Ne këtu na ke. Qofse jeni aty, nëna jo premtoj që do vit një ditë ju sjellë byrek të bër vet. Po jo nga kjo byrek këtu poshtë, do vet ajo. Ai një byrek. Faleminderit. Hajde, kalofshi bukur, gëzuar para me dhe gëzuar. Rrofshe, mos u lodh. Me këto lajme kaq të mira, un them që ta mbyllim dhe për sot. Jam shumë dakord i vëm pikën, po. Është momenti, po ku kemi atë kolegun se na ka marr malli? Ne jemi edhe 3 orë këtu të tjerë. Kur futen nga këta personazhe marrin telefon, po më mbyllë pura telefon tin. Mbyllesh dhe ti në vetvete. Mbyllë mos do se nuk më. Jo me dorë. Se nesër ta kemi prindër pastaj. Jo me dorë. Mbyllni mirë të emision që ngjaj mirë, se thon njerëzit preken me dorë aty.
Unë them që ta themi, ky është një program që quhet Kaperena, është një prodhim i Club FM mundsuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë në bashkëpunim me Faktoria. Do të jemi sërish të mërkurën e ardhshme nga mesdita deri në orën 15. Kaperena është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoria, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.